nëse Glauku, kur tritet Glauku, edhe do t'ja tregoje një ditë tokën e stërgjyshit, apo dëgjyshit. Kam sjell Glauku. E ke sjell Glauku? Po, patjetër. Glauku ka ardhur këtu që vjet, kur ishte vetëm 1 vjeç e gjysmë. Kam sjellë dhe madje kam edhe disa foto të djalit këtu dhe është shumë e çuditshme se qeshte dhe ishte shumë i lumtur. Ai ka shumë qejf natyrën, kafshët, e adhuron, më thënë lopa është idhulli i tij. Dhe e shijoja shmase shumë, ndoshta ishte vetë natyra, po ne thonim e ndjen që është në trojet veta. Ndërsa kur kemi bërë një protestë madhe një ditë këtu, ne kemi qenë me gra me fëmijë. Unë kam marrë djalin, më vonë kam marrë vesh që nuk lejoheshin fëmijë në demonstrata. Dhe nuk do të sjell më vetëm për të mos, sepse nuk e di se si shkon situata dhe nuk duhet që ai të marrë trauma nga përplasje me polici, nga të shara, nga konflikte të tilla. Por atë ditë që ka ardhur këtu ishte duke luajtur edhe ne ishim gjithë banorët bashkë edhe ky eci përpara ishte një rrjesh police edhe ju bënte si Spider-Man se e ka shumë që Spider-Man dhe bënte kështu edhe ajo foto faktikisht ka qarkulluar dhe ajo shumë online e djalit me e kanë bërë pastaj me animation, e kanë bërë me AI, ishte shumë e bukur, një fëmijë vetëm përballë gjithë policisë. Do të vinte keq nëse s'do fitoje në këtë luftë? Për Glaukun po, edhe për gjyshin e Glaukut po, për asgjë tjetër. Unë maksimumin po bëj, sa kam dorë po bëj, nuk është se vetëm vi këtu dhe protestoj, kam marrë një avokat, jam duke munduar të ndjek në gjitha rrugët e mundshme ligjore, jam munduar të kontaktoj firmën për të ulur për të bërë një bashkëbisedim, por në qoftë se nesër unë e shikoj këtë vend shumë të zhvilluar, do jem shumë e lumtur ta shikoj zhvilluar, po do më vi shumë keq për mundin e të parëve të birit tim që nuk do jetë biri im pjesë e gjithë kësaj gjëje. Nuk besoj që do vi kjo ditë, jam shumë e bindur që nuk do vi, nuk e mendoj fare këtë gjë. Është hera e parë që mendoj kështu sepse unë e di të sigurt që ne doja dalim. Çfarë do doje ti që të dilte nga kjo intervistë që ne bëm bashkë? Ndoshta edhe një këshill që do doje t'ja jepje edhe dikujt që mund jetë në situatën tënde, edhe dikujt që mund të jetë nga pala tjetër. Një mesazh që ti ndoshta ke nevojë që ta ndash. Unë do të them një gjë, në momentin që jem në të drejtën, duhet luftosh shumë fort për të dëgjuar zëri jot edhe që e drejta të triumfojnë. Dhe një gjë tjetër, për gjithë ata që tentojnë të vjedhin dhe të plaçkisin njerëzit e thjeshtë të këtij vendi, shtrëngojeni pak dorën, rrudheni pak themi ne, se s'është normale. Kjo prona këtu nuk mund të gëzohet nëse nuk jepet me halal. Të thash unë që vjerrim shkoj kërkoj halalin për të bërë shtëpi plaks matusheve. Dhe ne kështu funksionojmë. Ne kur vendosim për të bërë një shtëpi një nga familjarët, kur fillojnë të ndahen, ajo shtëpia nuk bëhet nëse nuk jepet okay dhe nga fëmia më i vogël, se është ajo ideja e besnive që të jetë e gjitha me halal. Dhe realisht një gjë unë nuk e din që se do ketë shqiptarë që do vinë dhe do blenë këtë pronën në qoftë se ne nuk do kemi një marrëveshje. Sepse shqiptarët nuk blenë prona me konflikte. Investitorët e huaja që më pak do vinë të blenë prona një pronë me konflikt. Sepse ata din që ne nuk do zhdukemi. Ne këtu jemi në trojet tona, jemi autoktonë. Këta e në e banë gjithë sot këtu. Dhe të që se cili e di dhe thot prit pak, se një ditë tyre do ju dalë e drejta. Që do ndodhi me investimin tim? Me pronën tim. Se nuk dua të mendoj se fillojnë edhe kthejnë në kështu, bëjmë e kthejmë, nuk është fare. Unë e di që një ditë do dalë e drejta. Nëse nuk do ta njohë gjykata Shkodrës, nuk do ta njohë gjykata Apelit, nuk do ta njohë gjykata e lartë kushtetuese, ka gjykata Strasburgu. Ka institucione tjera që patjetër do japin zot të drejtës tonë. Dhe ne këtu do jemi, dhe mbas 20 viteve, dhe mbas 30 viteve, kjo gjë nuk mbaron. Nëse nuk arrihet një marrëveshje dhe një dakordsi, normalisht ne do vazhdojmë deri në fund betejën. Lucian, të falenderoj shumë. Të falenderoj juve që keni ardhur sot këtu, realisht shumë faleminderit. Edhe faleminderit shumë për gjithë bisedën që patëm dhe gjithë qytetarinë dhe edhe mirë kuptimin për ta bërë bisedën bashkë këtu. Se unë e di që ti duhet jesh edhe në seancë gjyqësore, uroj të bëhet më e mira dhe drejtësia shkojë aty ku duhet, ë. Shumë faleminderit. Unë e mbyll bisedën me Lucianën. E falenderoj shumë që e pata në intervistë, uroj që ju të keni marrë mesazhin e duhur dhe kushdo që ka në dorë për të bërë drejtësi, cila do qoftë ajo, sepse unë nuk jam në anën e askujt, po cila do qoftë ajo, le të bëhet më e mira dhe shqiptarët për aty që kanë luftuar gjithmonë mbi të gjitha është drejtësia dhe dha një mesazh të bukur, sidomos kur vjen puna tek vjedhja. Mos e merrni gjën e tjetrit, nuk duhet marrë gjëja e tjetrit.
Vazhdoni më jepni sugjerimet tuaja për personazhe real, mos harroni që të bëni like dhe subscribe në intervistë, shpërndajeni këtë intervistë. Le ta njohin Lucianën edhe persona të tjerë, të cilët nuk e kanë parë dhe kanë parë vetëm protest. Edhe bashkë do takohemi në episodin e radhës. Gjithë mirat. Ciao. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.